Përshëndetje zotri Klokoqi, si e me shëndet? Me shëndet nuk jom bashkë mirë, se mi kalu 7 lufta dhe me konë mirë me shëndet. Sështë po, si do të qostë po shkonë mirë, se i kom pas një 2-3 sulme në kokë, po do të afitoj edhe këtë luftë, pra ndej mirë po esë. Shpresoj. E përmenda, 7 luftra, 18 vetori i pavarësisë Republikës e Kosovës, apo na tregon sa ke kalu në luftrën e Kosovës, konkretisht do ndalemi, me na tregu ma shumë se çka ka gjiru konkretisht zotri Klokoqi? Po i kom gjiru në përgjësi, ajo është një shumë keqë si në atë kohë nuk ka pas shumë teknika, do me thonë këto kamera, telefona, që nuk kanë qenë shumë prezent në atë kohë se nuk ka pas, dhe se si kur t'i kishme, na kishme mi gjiru sigurisht ma shumë se 65 masakra, por për fat keq nuk kena mujt, mi gjiru, kanë gjiru vetëm kamermane, do me thonë me kamera profesionale, fatin e kena pasi ditën e pavarësisë, si ka qenë thënë një batalion i kamermanave nga këtë bota që kanë arë këto dhe kanë marë pjesë, aty kom qenë sigurisht edhe one, për fat keq jo në Prishtinë, se e pia dhe kemi mbulu gjitha venat, ma ndej ka qenë rrezik shumë, ka qenë rrezik Mitrovica, prandej 4 ditë, se na i dishmi si ditën 17 do të bëhet, kjo bledhja dhe do të vendoset pavarësia e Kosovës dhe mund shumë 4 ditë me 3-4 gazetarë të huj, një Amerikan, një Belgjikës edhe një Gjermanis, shkum në Mitrovic dhe atje kena nejtë edhe 2 ditë masi se u shpal pavarësia e Kosovës, për shkak se kishme frigën mos po ndodhi diçka. Edhe ndodhi, ajo ditën e pavarësisë nesër ndodhi se e sulmun atje një prej kufinit tonë, ku shkum na dhe i vetëmi gjirim është e pia se ka gjëru atë venin atë halakame ku sërbet shkum dhe me disa bomba, diçka vetëm e kallën atë dhe mandej u këthym. Shiko, është një gëzim shumë i madh pavarësia se më kujtohet si sot, kër ka hi NATO këto, se më tonë kohën kër më qenë e Prishtinë, gëzimi jam, kër hyp sham vetur për para, për shamull gjatë luftës këto, ka qenë me shku të MPI, ku pas 4-5 checkpoint, a që shtojnë vende ku ka në kanal policia. Kurse atë ditë kur ka hi NATO, kom hy në vetur edhe piskat shapi gëzimit, shumë të madhë si po kale dhe s'ka kush që im nalë ma ajdin edhe ajo ka këshin një gëzim diçka si nuk po shkruhet, ajdin, por vërtet jam i lumë të me dhe unë edhe jo dhe gjithë si po jetojmë me një kohë kur u shpal pavarësia e Kosovës. Tash mas 100 vjetëve, në përgjithësi do t'jem histori në atë kohë që kena jetu si sot me minu për Ismail Qemalin e për njerëz dhe asaj kohë. Prandej kjo është një gëzim i madh, një festë e madh për gjithë neve që e kena prit shpalljen e pavarësisë. I përmendë sfidat që i ke kalu konkretisht vitin 2008 në Mitrovicën e Veriut, kur edhe ka ndodhur eksese, edhe sot e shohim, kemi rastin para 2-3 vjetë që gazetarët janë sulmu, po në atë vit, sa ka qenë e vështirë me raportu edhe me gjiru në një vend që ka pas tension ndoshta më të lartë se sa pjesë tjera të Kosovës? Po ka qenë shumë vështirë, unë thash më herët, unë kom shku 4 ditë më herët, me objektiva shumë special, edhe jo më hyp me një banesë, nga terasa e banesës, me objektiva special, i kom prit mos po afron të ura, qka po ndodh aty, adin, se u pritke, bile muj me thonë me një hotel aty kur kena fjet me gazetar të huj, se kur u shpall pavarësia, aty u bo një fest e vogël, po jo shumë, edhe e mbaron punë edhe po shkojmë në hotel, kur ju në qunë ata gazetarët, ju zhunë natën, erdhëm për mëtini, tha, jena mërdhi, po mërdhimi s'ka me bo, shkojnë e poshtë recepcion, s'ka njeri gjallë, hiç, askush në hotel, thash milionu, s'kam qatë poj, që ajo bo, e të nesë më në gjithë, thash pëse kështu, thash, valla tha ju frigu, ata njerë që e kanë dhe zjarëme dhe kanë ikë, do më thonë ju frigu se mos po hinë sërbë, na i shumë aty. Mandej ka qenë shumë krizë, ka qenë shumë problem, si me shkuna me gjiru kur po kallet kufini. Edhe aty për shembull në kësi raste, përdore tabela e hujat. Edhe na e morëm një vetur që është me tabela bulgare, që adin mos t'ju bim syve këtyne sërve, adin kinë se
me tabelat Kosovës. Sen edhe kena shku mas një tengu transparentit Qekfori, unë isë atje na mrapa tyne. Edhe nuk kena ndali, i bënëm ato gjerimet edhe u këthym. Jonë vetë me gjerimet asaj kohës. Unë e di si ju para 2-3 vite keni pas shumë vështirë, se nuk kanë qenë shumë të përgatitun, edhe producentat e ju mjodhon me antipluma, me vetura ma mirë, pas nuk shkod me vetur, ku është hallaka me regjistrim të Kosovës. Ma mirë u duhet me marë rëntakar një vetur me regjistrim të Shkupit, apo dikajt për me shku, ma dhe edhe me objektivat edhe këto i keni pas shumë gazetarë u duhet me afru, mos me shti kokën aty mes tyne që me pas probleme me Sërbë. Prandaj duhet gjithmonë një tjetë njëri pak i pregaditun, kur merë pjesë duhet me ditë ku shkon, atmosferën e vendit, edhe mu pregaditë e kamermani, me shlema, me gjithat ato sene që nevojitë. Para se me dalë tek masakrat e luftës Kosovës, fillimisht në emër gjithë televizionit gazetarëve edhe zotëri Arben Ahmetit, falenderojmë shumë për punën e bërë gjatë gjithë viteve, pra kitë fala drejt për drejt nga televizioni gazetarëve. Shumë faleminderit, falja dhe juve, se tash i një boni televizion kështu si shikohet shumë mirë, dhe i kom knarësi të bashkëpunoj se i di çka është televizioni, se dej para 2 muajve kur dola në penzion për shkak situatës shëndetit, kom punu me gjithë juve dhe njën pjesë juve. Po kthehemi tek lufta e Kosovës, masakra e Obris edhe Reçakut. Çka mundesh me na thonë për këto 2 masakra që i ka xhiru dora jote? Po shumë herë ma bojnë një stadin të na gepru lirina. Ta kthehuni si Skënderbeu, lirinë e gjeta, të jo si jo gjea pruna. Është puna se ne kena bo shumë të arë fillim masakra, por masakrat nuk kena mujtë me mbri gjithë me gjirue, për shkak se kanë qenë rrugët e blokume, madej Sërbët në përgjithësi masakrat që i kanë boj kanë marrë trupa dhe i kanë vërosne për Sërbi. Edhe masakra e Obris ka qenë një masakr me 2 fëmijë nana, ajo bile ajo fotografi që ishte me mu një fotograf, ajo boni një bombë botror u shpërblye, dhe aty mas asaj më rrehen policia, se u bo të regim shumë i madh policia sërbe, por erdhë misioni Vokerit. Ko erdhë misioni Vokerit, gjipat e portokall na e quishme, pak populli filloj pak me marë frymë. Hera e parë, mas luftës 2 botërore, si po hinë njerëz të me thonë nga Evropa, po hinë në Kosovë. Në kjo është hera e parë, edhe që nuk ishin ata armatim, ku me ditë sa, po sa do kudo njerëz pak u lirun. Mas asaj edhe tregimi që xherova Reçakun shumë herët mëngjes, dhe aty pata një fat, vërtet është hera e parë, më duket në diplomaci që vjen Vokeri në vendin e krimit, një diplomat shumë i fortë dhe vullos, ato fotografit e cilat i xherova unë ato masakrat. Ato kanë shku shumë shpejt në për krejt botën, Bilal Brajtja thot, moment që i kum pa ato fotografit e kum tira në stratën e Clintonit e këta që urgjent do të me intervenue. Edhe erdhë intervenimi dhe në erdhë kjo liri si pekzojmë gjithë. Pa dyshim që në këtë liri merit ka dhe ushtria çlirimtare e Kosovës. Jemi duke e pa një proces gjyqësor që po bëhet në Hagë për ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Si e shihni këtë proces gjyqësor atje? Ju thonë të vërtetën edhe në historia është. Evropës nuk bënë shumë i besu, më falë që ju thonë këte, për Evropa, thema, a din kështu mu sot e pata një gëzim shumë të madhë, kur i pasi shumë njerëz kanë dalë, mu duk si kanë dalë ma shumë se sa për pavarësi kur ka qenë. Se vërtet pas shumë edhe mu merë diçka shumë mirë si kanë dalë gjithë partitë së bashku. Kjo është hera e parë, po më doket me dalë me një protest, do me thonë jo partijak, me dalë PDK-ja, LDK-ja, gjithë. Do me thonë ka qenë një atmosferë vërtet e shkëlqyshme. Une nuk di çka do të ndodhë me lideret tanë, por është një punë si Evropës edhe në histori edhe tash vështirë është një besu. Pas jemi krejt në fund, një mesazh për gazetarët e ri, kamermanët e ri që raportojnë vazhdimisht në teren, kur ka edhe ngjarje ndoshta aksese më të mëdha, cili kish me qenë mesazhi për një veteranit vërtet në këtë fushë. Duhet mu pregadit. Unë për veti që është veç një shembull, kur kum shku edhe në Beirut,
di me një farë lufte atje para një 70 vjetëve. E merr librin edhe lexon për çat mentalitet njerëzve. Edhe i shikon kush janë, çka janë, kush po fjaloset, gjithmonë përgatitjen duhesh me pas. Çka është përgatitje? Është antiplom, duhesh me pas ndihmën e shpejtë, duhesh me pas kapelen, duhesh me pas, do me thonë një sigurim se nuk ka mas me rëndësi është ti me koni sigurt. Siguria, do me thonë vetvetja, mas pari je ti i pari. Mande janë tjerët, pra ndej gjithmonë do shme qenë shumë i përgatitur. Edhe ka unë nga njerë e do të mi respektu edhe policin. Shumë herë në shenë, që se shenë e ka qitë polici, ti duhesh aty munal, jo mu fjalos me policin, se shumë gazetarë, din pak naiv, më duket nga njerë kanë dëshirë mu fjalos me policin si me da lajmi parë, që në sulmën. Jo, këta e policia jonë, nuk është policia sërbe, pra ndaj bashkëpunimi me polici, merë të regimet, bënë saj përket Kosovës. Saj përket jashtë, po thomë, do të mu pregadit, ku të shkojsh në cilin vend, po shkon, dhe me ditë, a është mentaliteti Gjermon, a është i Arab, a është i Greqis, apo qka, për shamull, në për këtyne protestave në për Evropë, ku më qenë, të Gjermon ku më kalu mirë, në Itali ku më kalu mirë, në Greqi jo. Ata i vrapojshin mas gazetarëve me stuca mi rrë se kanë menu si janë shpiuna, ku me ditë qka. Pra ndej, do të mu pregadit para se të shkojsh. Jemi në prak, përveç që kemi pavarësin të 18 vjetorin e Kosovës, jemi në prak edhe të 20 shkurtit. Greva e minatorëve Trepqës, që ka të rikujtën këtë pjesë? Jo mi pari që kum hije Trepç dhe kum gjirue Aziz Abrashi ka qenë atër kryetari Trepqës dhe kum qenë mrena në Trepç kur kanë fillu atër në atë kohën para, kjo ka qenë në të 7-ën, atë 8-ën, jo të 7-ën apo të 8-ën, aty kanë qenë, ato i kum gjiru dhe ato kërkesat e tyne prej atje ku filloj kur i vizitun këta politikant shkoj kështu me radhë, por e di që ka najtë aty 8 dit, as disa te sa u arrit një marrëveshje, po prap i mashtru në ata dule në pratë meten ata të njëjtit politikanë që kanë qenë para se më shku. 5, 6, 7 morsi. Prekaz. Aty ka fillu lufta. Populli Prekazi, moment që ju më bëm masakrat e kanë qu popullin në kam. Me thonë, lufta në Kosovë fillon prej vrasjeve masakrave të atë e Jashari. Deri atër ka qenë po bëhet, s'po bëhet, jo kanë gjujtë atje, kanë mytë. Me Jashart, fillon lufta në Kosovë. Edhe aty është gjimi i popullit shqiptar. Zotëri Klluković, që të falenderoj shumë për kohën, edhe të falenderoj unë si gjenerate re në gazetarinë e Kosovës, falenderoj shumë që e kemi një model për me vazhdu punën tonë fisnike. Faleminderit shumë nga jo, shumë faleminderit. Respekt për ju dhe televizion.